Në qytetin e Krastës në Martanesh është zhvilluar aktiviteti i përvitshëm i titulluar Vjesht në Martanesh. Nxënësit e shkollës së mesme të bashkuar Jani Fullani ekspozuan në këtë panajër gatime të ndryshme tradicionale si dhe prodhime të ndryshme të stinës së vjeshtës. Është kënaqësi e veçantë që jemi mbledhur sot së bashku për të festuar jo vetëm bukurinë e kësaj stine të mrekullueshme, por edhe për të nderuar krijimin e çetës së Martaneshit. Vjeshta është stina që na kujton se bukuria nuk qëndron vetëm në lulezim, por edhe në ndryshim. Ajo na mëson se çdo fund sjell edhe një fillim të ri. Kjo fest është një udhëtim artistik në zemër të maleve të Martaneshit, aty ku vjeshta pikturon me dorën e saj magjike, duke i kthyer kodrat e fshatit ton një pikturë të gjallë. Kjo është vjeshta jon, stina e ngjyrave, e këngës dhe e valleve. E pranishme në këtë aktivitet ishte edhe kryetaria e Bashkisë Bulqizë Festime Mjeshtri, e cila tha se kjo zonë tashmë do të njohë zhvillim pasi për pak ditë do të nisë asfaltimi i rrugës Qafbuall-Krast. Është kënaqësi të jem në Martanesh në këtë aktivitet që mbledh jo vetëm komunitetin, por edhe personalitetet të zonës. Nuk ka shembull më të mirë për të rinj ku nga kjo zonë kanë dalë profesorë dhe mjek, të cilët kanë bërë një karrierë të shkëlqyer dhe janë asete shumë të mëdha për vendin tonë. Të vijë në Martanesh ishte dhimbje koke, kurse tani është kënaqësi. Unë do të kërkoja vetëm pak durim, se së shpejti fillon të asfaltimi i kësaj rruge të ndëruar prej vitesh ku po bëhet realitet. Aktiviteti u shoqërua edhe me një program të shkurtër artistik me këngë e valle të ndryshme. Më herët u përkujtuan me një aktivitet të veçantë 83 vjetori i krijimit të çetës partizane të Martaneshit. Pas vendosjes së kurorave me lule pranë lapidarit që përkujton këtë ngjarje, u mbajt edhe një ceremoni përkujtimore. I pranishëm në këtë aktivitet ishte edhe historiani Teki Kurti, i cili mbajti fjalën e rastit. Është një privilegj që më jepet mua që të them dy fjalë për një datë të shënuar historike në trevën tonë. Natyrisht përulja e parë në këtë moment të 80 vjetorit të shtërimit në shkallë europiane, ndaj hordhive nazifashiste, është një moment shumë i veçantë sepse treva jonë renditet krah trevave kryesore të kombit shqiptar. Pra, Babafaja Martaneshi ishte në krah të Muslimpezës, të qetës parë atletare në Europë. Babafaja Martaneshi ishte në krah të Haxhilleshit, të një ndër shtyllave të fuqishme të luftës për liri. Babafaja Martaneshi ishte në krah të Abaskupit, që ishte një ndër pushtet e para të rezistencës antifashiste shqiptare. Babafaja ishte atje ku kërkonte lufta për liri. Nderim i përjetshëm heroi të popullit të kombit ton, Babafaja Martaneshi. Kryebashkiake e Bulqizës Festime Mjeshtri tha se ngjarje të tilla mbajnë gjallë historinë e vendit dhe trashëgiminë e asaj zone ndërbreza. Sot jemi në Martanesh për të kujtuar 83 vjetorin e çetës partizane. Kjo është një krahin që ka histori, një krahin me eronj dhe ne si bashki do të jemi gjithmonë pranë qytetarëve për të kujtuar vit pas viti eronjt e kësaj zone.